Dje këtu në Kopenhag u mbajtën zgjedhjet parlamentare, por nuk kemi ardhur për të folur për këtë temë. Jemi këtu për ndeshjen e futbollit mes përfaqësuesës së Danimarkës dhe përfaqësuesës së Maqedonisë së Veriut. Atmosfera në qytet është e qetë, moti është tipik skandinav, me një mesatare rreth 8 gradë Celsius, erë e lehtë dhe her pas herë me vranësira, kushte që nuk janë të pazakonta për futboll në këtë periudhë të vitit. Ndeshja do të zhvillohet në Parken Stadium, ku pritet një numër i madh tifozësh vendas, por nuk do të mungoj as përkrahja për përfaqësuesën e Maqedonisë së Veriut. Kjo përballje shihet si një test serioz për mysafirët përballë një kundërshtari që tradicionalisht është shumë i fortë në shtëpi. Skuadra daneze hyn si favorite për këtë ndeshje, por Maqedonia e Veriut ka treguar në disa raste se ditë të surprizoj kundërshtar më të fortë, sidomos kur luan e organizuar dhe me disiplinë taktike. Përzgjedhësi pritet të mbështetet në një qasje më të kujdesshme, duke kërkuar rastet përmes kundërsulmeve. Tani mbetet të shihet nëse kjo ndeshje do të konfirmoj pritjet apo do të sjellë një tjetër surprizë nga përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut. Fituesi i kësaj përballjeje do të avancojë në finalen e play-offit, ku do të ndeshet me fituesin e çiftit tjetër Çeki-Irland për një vend në Kupën e Botës 2026. Ndeshja zhvillohet të njëjtën me fillim në ora 20:45.